O miqtë e mi, përshëndetje në gjithçka për makina. Të gjithë ju që keni një makinë me kamjo automat, në ndryshimin e temperaturës, kur vjen vera dhe kur vjen nxehti, në qoftë se nuk i ke ndryshuar vajin e kamjës, bëje sa më parë. Mos ta gjeni temperaturat të larta, në qoftë se i vaj kamjo, thjesht ka kalu 50.000, 60.000, 70.000 ose 100.000 kilometra. Ndroje, çdo lloj vaj lubrifikant ndrohet. Nuk ka vaj të përjetshëm, sepse është lubrifikim dhe lubrifikimi gjithmonë është me orë pune dhe lubrifikimi është në bazë kilometras. Një vaj kamjo, thjesht kur vjen temperaturat të nxehta, thjesht e humb viskozitetin e tij në masën 50%. Por ato vajre që kanë kaluar nga 70.000, 80.000 kilometra, thjesht bën vdekjeprus për kamion, sepse i japin goditjen përfundimtare. Viskoziteti i vajt kamjas është 5 herë më i madh se viskoziteti i vajt motorit, sepse bën 5 e kilometrave. Por, në moment që shikoj çdo ditë kamja duke u thyer, kamja duke u prishur, dije mirë që s'mund ta zëvendësosh kurrë atë gjë që është vënë nga fabrika. Thjesht bëje tani dhe thjesht mos i mgjo atë që nuk ndrohet vaj. Vaj në këtë botë që nuk ndrohet nuk ka. Nuk ka vajrat përjetshëm njerëz. Bazohuni në literatura. Lexoni vetëm pak për makinën tuaj. Do kuptoni shumë gjëra të mëdha. Bëjeni në çdo moment të tij dhe mos e lëni vajin të kalojë kilometrat, sepse han kolpo, hidroxhunto dhe çdo lloj pjesë tjetër të kamjës që ka të bëjë me lubrifikimin nga vaji lubrifikant. Thjesht jeni të qartë dhe thjesht duhet zgjidhni më të mirën. Bleni një vaj dhe mos u kurseni të paraja, sepse çdo lloj vaj kamjo ndrohet nga 50.000 deri në 85.000 kilometra. Siguria është mbi gjithë, por shikoj sot që çdo ditë më vijnë persona që prishin kamjo automat ose robotike. Bëjeni ndrimin sa më shpejt. Thjesht bëjeni, mos merrni përgjigje nga tjerët që thjesht nuk merren me vajret lubrifikant, sepse ajo makinë është e jotja dhe kamjo nuk ta zëvendëson kush. Kështu që kujdes.